Avokati Andrea Zotaj, pjesë e dhomës së avokatisë së Gjirokastrës, i ka shpëtuar për mrekulli një atentati të kryer gjatorëve të mbrëmjes. Ngjarja ka ndodhur në rrugën e vjetër të fshatit Qesarat në Memaliaj, teksa avokati Zotaj, i shoqëruar nga nipi i tij, ishin duke shkuar në zonë me makinën e tyre. Ndërsa u kishin zënë prit Fatos Lamaj, 36 vjeç nga fshati Anvios, njësia administrative Qesarat, bashkia Memaliaj. Sipas avokatit Zotaj, Lama i kishte zënë prit për të ekzekutuar, për fati ka qenë me avokatin, i cili përmes një manovrimi të rrezikshëm të automjetit që drejtonte, arriti t'i shmangej goditjeve të plumbave të shkrehura nga ana e agresorit Lamaj. Avokati Zotaj është shprehur se ngjarja ka qenë për shkak të detyrës, pasi 2 netë më parë, agresori ishte kapur nga policia dhe ishte mbajtur një ditë në parburgim, duke u liruar më pas për shkak të një konflikti me një të afërm të tij. Pasi kishte dalë nga paraburgimi, Lamaj rrëmbeu automatikun, duke i zënë prit avokatit për ta likuiduar me armë zjarri. Pasi i ka shpëtuar ekzekutimit, avokati Zotaj ka denoncuar në stacionin policor ngjarjen e më pas grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje, ku ka gjetur gëzhoje të shkrepura nga Kallashnikovi e më pas ka bërë të mundur arrestimin e agresorit Lamaj.